dua t'ju sqaroj. Për taksat dhe tarifat vendore i merr vendimet Këshilli Bashkiak. Në Këshillin Bashkiak, Basha ka 14 dhe është në minorancë, ndërsa majoranca ka 34, ka 44. Ne ka një raport shumë madh dhe nuk ka asnjë forcë që Basha të ndryshojë këto tarifa dhe ligje. E kemi dhënë këtë premtim në Vardar, në Suks, e kemi dhënë këtë premtim pavarësisht se s'ka zonja me gratë biznesmene në takim tek Hotel Intercontinental, e kemi dhënë këtë premtim edhe në fletoren ose në revistën që kemi nxjerr për gjithë premtimet. Ku kemi thënë, taksa e pasurisë do të jetë 30% me ulje. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Nuk ka asnjë gjë të keqe që një opozit, në Këshill Bashkiak dhe një këshilltar, të hedhë një ide dhe thotë që unë mendoj kështu. Kjo nuk tani, qofse do që ja ne e vu me shpatën pas murit dakon, që ai bëri ashtu sepse ne i thamë kështu, këto pastaj janë. Bë një sqarim, taksa e pasurisë ka qenë 200 lekë. Qeveria Rama e çoi në 400 lekë. Kjo padyshim që pati dyfishim të ardhurave për bashkitë. Mua si kryetar më erdhi mirë, sepse në arkën e bashkisë kemi më shumë para, por gjatë fushatës dhe në punën tonë përditshëm, hasëm në një vështirësi të biznesit për ta paguar.